Por si duhet përdorur vaj? Si duhet përdorur vaj karafilit? A duhet përdorur nga fëmijët e vegjël? A duhet përdorur nga nënat, nga gratë shtatzan? A duhet përdorur nga personat me problematika specifike e të tjera me radhë? Këto do të përmendim specifikisht dhe do të shpjegojmë fiziologjinë e tij konkrete kur hyn në organizëm. Tani, karafili, doza e tij si produkt 2 deri në 3 është e mjaftueshme dhe prekomandohet. Pra, 2 deri në 3 kokra karafil në ditë pothuajse janë të mjaftueshme. Pra e kemi fjalën në përtypjen e tij. Vet karafili përmban një lëndë e cila mbron mëlçin. Mos harroni që përtypja e karafilit bën të mundur dhe rritjen e aktivitetit të enzimave 3T. Karafili është aq shumë i rëndësishëm sa që rrit dhe funksionin e enzimave 3T. Karafili përmban një lëndë e cila quhet kariofilen, eugenol dhe mirtenol. Më saktë këto janë 3 lëndë antiproliferative, antimikrobiale dhe antimukotike. Eugenoli, karvakroli, mirtenoli. Ose eugenoli, kariofilen, sepse karvakroli është erigoni, por karafili është, te karafili ndodhet kariofileni. Eugenolin do ta përmendim më vonë që edhe me studime shkencore, me PubMed, me studime certifikuara, është edhe lëndë antikancerogjene, që quhet eugenol. Kariofileni tek pjesa e karafilit është përkundrejt infeksioneve ose përkundrejt baktereve ose kolonizimit, proliferimit të streptokokut, që streptokokut e fëmijët mund të dëmtoj muret e zemrës, perikardin, miokardin, endokardin, perikardin parietal, perikardin visceral, fijet aktinike ose aktinat, miozinat, fijet të cilat ndërtojnë citoskeletin kardiak, citoskeletin e muskulaturës së zemrës. Pra, kariofileni te karafili është përkundrejt infeksioneve bakteriale, streptokok, stafilokok dhe Escherichia colit. Por do thoni ju si përdoret. Vaj karafilit, pothuajse tek adultët, pra tek mosha, mund ta themi ne sipër 15 vjeç, sipër 16 vjeç, përdoret nga 1 deri në 2 pika i holluar në një gotë me ujë dhe me një lugë kafe ose çaj vaj kokosi. Pra, patjetër hollohet në një gotë me ujë nga 1 pikë deri në 2 pika, duke qenë se përzihet dhe me një lugë kafe ose çaj vaj kokosi. Dhe vaji i karafilit është e mira që t'jeti i pastër dhe i pa kontaminuar me produkte të tjera kimikate, pa shtesa të ndryshme kimikate, dhe cilat janë lëndët antioksidative që ndodhen tek ai dihidrokarbolacetati, oktilacetati, bornilacetati, kariofilenët, eugenoli dhe mirtenolët. Mirtenolët dhe eugenolët do t'i shpjegojnë specifikisht. Pra, përdorimi i vajit të karafilit edhe një herë tjetër, për moshat sipër 16 vjeç, për infeksionet e Escherichia colit, për infeksionet e streptokokut dhe të stafilokokut. 2 pika në një gotë me ujë i holluar dhe me një lugë kafe ose çaj vaj kokosi. Nuk përdoret vetëm, por përdoret patjetër i holluar në një gotë me ujë, me një lugë kafe ose çaj vaj kokosi të lëngshëm. Dhe më miri mund të përdoret pas ushqimit në mëngjes ose në drekë dhe duhet të jetë organik, e i pa kontaminuar dhe pa shtesa të ndryshme kimike. Mos harroni që karafili është mjaft i shëndetshëm dhe lufton kandidën, lufton reaksionet enzimatike të cilat këto patogjen ose këto produkte inflamatore shkaktojnë në zor. Mos harroni që bakteret përdorin dhe enzimat për të siguruar mbijetesën e tyre, kolonizimin e tyre dhe proliferimin e tyre. Dhe çfarë bëjnë antioksidantët, lëndët antimukotike, kryesisht të bën mirtenoli me kariofilenët, eugenoli me kariofilenët, bllokojnë disa efekte enzimatike cilat quhen skualen epoksidaz dhe 14A metilaz. Pra, bllokojnë antioksidantët dhe lëndët antiinflamatore të karafili, bllokojnë reaksionet enzimatike që përdorin bakteret. 14A metilazën dhe skualen epoksidazën për adultët 1 deri në 2 pika i holluar në një gotë me ujë dhe me një lugë kafe ose çaj vaj kokosi. Dhe mund të përdoret për 1 muaj, 1 ditë po, 1 ditë jo, gjithnjë duke u këshilluar me profesionistin e duhur mjekësor, duke qenë gjithnjë në ndjekjen e tij, sepse mund të keni probleme të ndryshme shëndetësore dhe ne këtu po u këshillojmë, nuk po themi që bëni këtë dhe bëni atë. Por këto janë produkte të cilat luftojnë mykun,
Pra karafili, vaj karafilit specifikisht lufton edhe mykun, ndërsa çaji karafilit është mjaft i rëndësishëm për pjesën e gjumit. Një filxhan apo një gjysmë filxhan karafili me pak kamomil para fjetjes, 2-3 orë para fjetjes, siguron një gjumë më të shëndetshëm, një pastrim të sistemit limfatik dhe një fuqizim të hipokampusit dhe një qetësim të amigdalës dhe një rritje të sintezës së oksitocinës dhe një rritje të faktorit i cili quhet faktori neurotrofik cerebral ose faktori BDNF-s. Pra çaji i karafilit, duke qenë se mund të merren 5 deri në 7 kokra karafil, mund të merren dhe pak kamomil dhe mund të përdoren si çaj 2-3 orë ose 1 orë para fjetjes dhe është mjaft i shëndetshëm për pjesën e gjumit. Karafili njërë u thash është për gjumin, për zorët. Pra këto janë specifikat më kryesore. Çaji karafilit është për gjumin, i përzier me pak kamomil të freskët, ku tani ne kemi dhe kamomil, ndërsa vaj karafilit për adultët 1 deri në 2 pika jolluar në një gotë me ujë dhe me një lugë kafe ose çaj vaj kokosi për mykun, kandidën, kandidiozën intestinale, kandidiozën intraorale, herpes simplex virus, staphylococcus aureus, streptococcus, escherichia coli që është përgjegjëse për infeksionet genito-urinare ose për infeksionet e traktit urinar. Çaj i karafilit me kamomilin për pjesën e gjumit. Këtu karafili, përtypja e karafilit bën të mundur dhe stimulimin e nervit mandibular ose të degëve periferike të nervit trigeminal që përfshihet dhe nervi mandibular, të nervit olfaktor, të nervit oftalmik dhe të pjesës nervit maksilar. Maksilar, që bëjnë të mundur inervimin e nofullës së sipërme. Maksila është nofulla e sipërme, mandibula është nofulla e poshtme dhe nervi trigeminal përbëhet nga këto 3 trakte ose nga këto 9 trakte, që nervi trigeminal ka dhe disa degë të tjera. Në pjesën e degës nazociliare, lakrimale, që dega nazociliare dhe dega lakrimale janë tepër të rëndësishme për pjesën e të refleksit të retinës për presionin intraokular, ndërsa nazociliari është për pjesën që ne i tham pak më sipër. Pra përtypja e karafilit siguron një qetësim të nervit trigeminal, që nervi trigeminal jep deg për mandibulën, jep deg për maksilën dhe është mjaft i rëndësishëm sepse kontrollon dhe përtypjen, pra degët të cilat janë për maksilën dhe për mandibulën drejtohen nga nervi trigeminal, që kryesisht del nga pjesa ventrale e ponsit, pra nga pjesa ventrale pontine, madje eugenoli, kariofilenet, oktilacetati, bornilacetati. Flavonoidet që ndodhen te karafili, konsumimi i çajit karafilit forcon dhe nervin vagus, që nervi vagus del nga pjesa e sulkusit ose nga struktura posterolaterale e bulbit, që bulbi është medulla oblongata, që është në pjesën e paltës dhe është një nerv shumë i gjatë ku konsiderohet si dhe përbëhet nga bërthamat, të cilat quhen bërthamat e nucleus dorsalis vagus, nucleus ambigus si dhe nucleus pneumogastro, nucleus cardiopneumogastro-intestinalis. Pra, karafili forcon nervin trigeminal, redukton dhe neuralgjit trigeminale, çaji karafilit është edhe qetësues përkundrejt migrenës. Ka shumë benefite çaji karafilit, duke qenë se forcon edhe memorien. Por ajo të cilat ju duhet të mbani mend është lufton infeksionet urinare, është përkundrejt stafilokok dhe streptokokut, është edhe mjaft i rëndësishëm për gjumin, duke u përzier me pjesën e çajit ose me kamomilin. Pra karafili ka shumë benefite, por duhet të konsultoheni përpara se ta përdorni. Dhe nëse mund të keni një anemi, nëse mund të keni problematika me reduktimin e depozitave të hekurit, nëse mund të ndjeni një lodhje ose një plogështi, është e mira që të konsultoheni me profesionistin e duhur mjekësor për ta përdorur për një afat kohor afatgjat. Por mos ta përdorni vetëm siç është, sepse ka shumë njerëz që më thonë, përdora vaj karafili dhe ishte shumë djegës, po patjetër që është sepse ka lëndë antimikrobiale dhe antivirale. Dhe nuk përdoret me barku nesëll, nuk përdoret pa ushqim dhe nuk përdoret ashtu siç është, por hollohet me ujë, mund të përzihet me pak vaj kokosi dhe para fjetjes mund të përdoret si çaj. Dhe mos përdorni vajin e karafilit para fjetjes ose para se të flini gjumë. Më mirë gjatë orëve ditës vaj dhe çaj para fjetjes, duke u përzier ose me kamomil ose me gjethet e dafinës.
madje është edhe një imunoprotektiv. Kalojmë edhe tek molekula që unë përmenda, eugenol. Eugenoli është i vërtetuar shkencërisht që është, pra, antioksidantët te karafili mbrojnë trurin dhe përkundrejt sëmundjeve neodegenerative, që është që është edhe sëmundja e kujtesës, që është Alzheimeri. Pra, karafili është molekulat antioksidative mbrojnë trurin dhe përkundrejt Alzheimerit. Është neuroprotektiv, rrit sintezën e BDNF-s, që është faktori neurotrofik cerebral. Përmban lëndët cilat unë përmenda dhe pak më parë.